Në Kolonjë turistët nuk kanë mundësi vetëm të vizitojnë sajtet turistike dhe ato të trashëgimisë kulturore, por edhe të mësojnë të gatuajnë e më pas të shijojnë gatime tradicionale. Për turistët francezë, të cilët janë të shumt në numër këtë vit, Shqipëria dhe Kolonja ofrojnë shumë, e sidomos në turizmin e kulinarisë. Për ne ishte mrekullueshme që të mësonim të gatuanim lakrorin dhe shihnim gratë si përgatisin ushqimin. Ajo që më pëlqen më shumë nga Kolonja është ushqimi bio, pamja e paprekur e natyrës dhe mikpritja e njerëzve. Është hera e parë në Shqipëri, kemi bërë një tur në të gjithë vendin, jemi të mrekulluar nga mënyra se si ju na trajtoni. Sajtet arkeologjike, natyra e sidomos ushqimi na kanë kënaqur këto ditë, mendoj se do të rikthehemi përsëri. Për guidën e turistëve francezë, këta të fundit gjithmonë e më tepër po preferojnë turizmin e gjelbër, e sidomos kur bashkëjetojnë me banorët që ata takojnë. Janë të manitur nga fakti që kemi shumë gjelbrim në Shqipëri, është diçka që nuk e presin dhe gjithsesi nuk është se e njohin shumë Shqipërinë kur vinë, po manite nga fakti se sa i gjelbër dhe sa egër është akoma Shqipëria. Nga zona e Kolonjës është vend malor dhe me shumë pyje alore. Ju bën përshtypje akoma sa organike dhe të shijshme janë ushqimet. Plazhet, deti që është shumë i bukur, fakti që deti dhe mali janë shumë afër me njëri tjetrin. Kultura këtë vit ka pasur shumë. Ka qenë në rritje në krahasim me vjet. Mes natyrës së paprekur, traditës dhe shijeve autentike, Kolonja po kthehet në një destinacion që nuk vizitohet thjesht për t'u parë, por për t'u përjetuar. Turizmi kulinaris i ndërthurur me mikpritjen dhe jetën e përditshme të banorëve, po tërheq gjithnjë më shumë vizitor të huaj, duke e bërë këtë zonë një nga perlat e turizmit të gjelbër në juglindje të Shqipërisë.